E Matit zhvillojnë zgjedhjet pjesëme vendore, Agron Malaj, që ka qenë kryetar bashkie në 2 mandate, është zgjedhur deputet. Ka njësur të vinë votues të parë, ju ku ndodheni eksaktësisht dhe si është situata në momentet që ne flasim dhe bëjmë këtë raportim të parë për mëngjesin e kësaj të diele. Faleminderit Andi, po unë ndodhem në KZAZ numër 16 pra në Mat. Mati ka një KZAZ, ka 27 qendra votimi, si pas KZAZ-s ka filluar procesi në 27 qendra të votimit, ka 4 problematikat vogla në 7 qendra votimi ku kanë munguar procedurbalet e hapjes qendrës, or janë zëvendësuar në kohë nga KZAZ-ja Mat. Pra, Mati ka 26.700 qytetarë me drejt vote, pra, që votojnë, 27 qendra votimi, kandidatët të cilët janë në garë për bashkinë e Matit janë Altin Bojni, i Partisë Socialiste, Eduard Brajli ka avokat që mbështetet nga Partia Demokratike dhe aleatët e saj, dhe Suzana Pasha është e pavarur. Duhet të theksuar se në zgjedhjet e 2023-shit lokale, pra, kanë marrë pjesë 13.961 votues në bashkinë Mat, pra 29% të zgjedhjeve. Deri tani nuk shifet në një fluks zgjedhësh pra në qendrat e votimit, çdo gjë po ecën qetësisht.